Bardhyl, ç'kemi? U mërzite? Po ti ç'ke kështu? Apo që kur diplomave ke vendosur të bësh serioze, ë? Po ti pse e bërë kështu? Ua, si jam bërë? Ti se si e bërë doktor Bardhyli. Liza pse erdhe? Erdhe ashtu siç kam ardhur gjithmonë. E ke shkruar në ballë që po më gënjen. Të lutem mos më thyej. Nuk ka asnjë të drejtë. Ti erdhe këtu për të thënë se nuk je ti ajo që po e prish të lidhje. Edhe fajin të ma edhësh mua. Ai nuk deshi të fejohet. Ai më braktisi. Po, ti po më braktis. U talle me mua. Ma ekspozove gjithandej. Të gjithë e din që Liza dhe Bardhyli. E mirë. Sonte do të vinë në shtëpi. Vërtet, atyre do të bëhet shumë qefi. Mami me babin do përpiqen të rregullojnë emrimin. Po edhe këtu ka nevojë për mjek, edhe këtu ka spitale, edhe këtu ka të smur. Liza. Nuk dua që dikush të më shtytë ec. Po të gjithë kështu përpiqen të rregullojnë jetën, ti si as i pari as i fundit. Unë jo. Po si atëherë? Sonte të vish në shtëpi dhe nesër të marrësh malet? Jo. Faleminderit. Nuk duam. Nuk dua burr me korrespondencën. Mirë që ndodhi kështu. Se kush e nxite jetën me ty maj maleve. Ka të drejtë mami. Kurse unë se besoja. Vuaja për ty. Harbut! Kumbull budallaqe. Të gënjeu vjeshta dhe çelë. Datën e mirë. Që unë i përberi. Qenë kënë të rezi sëndi. Që ke lagë bërqullë. Mirë mbroma, profesor. O, mirë mbroma. Sigurë se për ty. Mirë. Kur do të nisesh? Them nesër. Nesër. Moralistët janë gjithmonë bezdisë. Megjithatë, dy fjalë. Nuk bezdis. Jo, po pres baban, ka hyrë këtu brenda. Njerëzit në çdo kohë. Kush do qofsh? Kur kanë nevojë për ndihmën e mjekut, nuk duhet t'i mungoj. Ti je mjek. Nuk do të thotë të përfitosh, por të sakrifikosh. Nuk e bezdis, a? Jo, profesor, ç'është kjo fjalë? Babaj. Profesori, baba. Tu një tjeta, profesor. Mirë mbrëmje. Jo, unë kështu për ftyrë, ju një Po i mbaja Bardhylit leksionin e fundit çështjet etikës profesionale. Sepse nesër, siç më tha, do të jetë në detyrë dhe me që nesër është dita e parë. Edhe unë më i mendë nuk do të harroj kur ftyrën e parë që kam rruar. Ishte një ftyrë gjithë brazda sa me zik fute i brisku. Durët ndrilleshin, kishe frikë se mos e prisni. Lëre që pyet. Da i them. Dita e parë nuk duhet harruar. Prandaj thash, ta lagim sande. Eja profesor dhe ti? Po, me gjithë fjepor. Eja profesor se këto gjera kur bën pa pregadit që dalin. Një shisha është brove trova brisku imi. Më falni, por mua më duhet të shkoj. Baba, lëre profesor. Qefi me lunë nuk bën. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë i qoftë rregull. Faleminderit. Lëre. Liza! Liza!
Liza, çfarë ke? Ngrije kokën. Nuk bën kështu. Hajde, ngrije kokën. Pai më ka thyrë, mami. Ka thyrë. Po ti nuk i the se do të përpiqemi t'ja rregullojmë punën e emërimit? I thash, për nuk pranon. E ka kokën na. Dhe ti vazhdon ta duash akoma. E dua. S'ke turp. Ku ti ke ngjarë kështu, Xhanëm? Pa pik dinjiteti. Të plaçin syt, të plaçin. Ja të bërë gati plaçkat me. Ç'kemi plaçka ti, bëj qef sonte. A taknoj një këngë? Këndomëre, kush po të ndalon? Unë abitem se po me leje sonte. E baba, se do s'disën këngëshin. S'di fort e letun. Unë ditë këndoj edhe pik. Ti o deto ujnjele me që gjithë monogje të plot. Që baba moj, që nesër unë do t'jem babaj doktorit. Ti do t'jesh motra doktorit. Kurse kjo do t'jetë nëna doktorit. Dhe kjo do t'jetë shtëpia doktorit. Ko është parë më i që në gjinësin tonë për berve të dali një doktor. Ky spordhjaku këtu nuk do t'a përdor briskun si gjyshi e babajim për të rruar, por për të shëruar. Ama, përsëri me briske, ka një lidhje këtu, ho? Bisturi, baba. Pastaj, ky s'është kirurg, po mjek i përgjithshëm. Brisk, moj, brisk. Tararam tam tam tararim tam tim tararim tam tim tarariririri dam bardel do nusanon taradam tararim tam tam tararim tam tim tarariririri. Hajt më sej adi unë këti tararim tam tim tarariririri tararim tim tim tararim tim tim tarariririri. Sa vapore sa Të ndihmoj për ndonjë gjë? Unë po isha me Lizën përfundimisht. Është mirë ta dish. Nuk është koha të them si e qysh. Yli, unë e di që ti ke një shok. Nëse s'kam rënë sy. Këshilloj të jesh e ndershme në marrëdhëniet me të, në kuptimin më të gjerë të fjalës. Pastaj të njëjtën gjë do të kërkosh edhe nga ai. Edhe ta duash. Ta duash në të mirën të keq. Baba i ishte gjithë për solli? Po. Pa jo goca e fejuar, a? Jo, motra. Ashtu, më falni. Ose si e përshëndete kështu në mënyrë të veçantë. Si e ke emrin? Bardhyk. Po mbi emrin? Kraja. Në Tiranë banoni, a? Po, në Tiranë. Më ke je? E kam fjalën për futbollin. Nuk jam tifoz. E pa mundur, ti duhet të jesh me dikë. S'ka kuptim jeta pa futboll. Ti bë me vllaznin, këtë të diela jo ka me ne. Ne kemi skuadrë të mirë, jemi forcuar shumë, sidomos në gjuhët e standarde jemi të mrekullueshëm. Shut, tërkëndsh, mos e diskuto rrje. Si nuk vën në tren një mjek, Xhanëm? Po të ketë edhe në tren një mjek. Të gjithë skuadrat e futbollit e kanë. Ai yni për shembull është i shkëlqyer. Me gram Muhamat ushqimin futbollistëve. Ku vete? Ja deri këtu. Që nge kuriozi më. Mirë. Ike shiko çka ndodh.
Më falni. Një minutë, lutem. Më falni. Ik mërçun, ne po në të gjithë mjekëve, jo të në të ndisi cigare. Erdhi doktori. Doktori. Hapi rrugën, do vjen doktor. Ku ndodhet i smuri? Çfarë kishte? Në një infarkt apo në një apandisit akut? Hiqi syzet. Çfarë? Hiqi syzet. A një ndonjë mjek pa syze? Nuk ka mjek pa syze. Të gjithë mbajnë syze dhe shkruajnë si kur zhgaravisin. Vetëm futbollist me syze nuk ka pa historia futbollit. Më mërzite? Ja, se do të arrim edhe pak. Sa herë do të bësh të rrugë, se që ta kam lafin e i doktori ma parshëm, nuk përton të me pa dhe 2 herë dhe 3 herë muj. Për qenë këti? Jo. Ha? Të më pëlqente më tepër si kur të flija çdo natë në shtëpinë time. Mire ki. Po punët duen ba dhe nga këta anë, apo jo? Duen bërë. Prandaj, Amër çfarë ke? Gom, po ti që vonove kaq, më thave këtu në mes të maleve. Më bjerë ki kontent se timi ti ka rridhur vaj. Pa të qeke? Ashtë doktori i ri që ka ardhë këtu në vend prejtës. Pse e theu qafën prela? E theu. Ç'kemi? hiç. Që thua ti more doktor kur undan kaq në aran. Natë ditë mbetëm ai kamionave. S'kemi kohë të rregullojmë as dhemët, çi. Më qajnë kalamajt ke shtëpia. Ue, babi. Po plani, i the Mozës. Po drejtori, i the Mbeni. Po ndërgjegja, i the Mirës. S'ka aty të rini pa babin. Babi është bera rusha e maleve. O rrire njerë si njeri, se të shef tjetër për herë të parë dhe thot, qenë nga një ko që budallaj kjo që se pas ka shoki. Po nuk zhore menxën. Ha, Oli për beni mirë dhe mos. Është beqar ka qoli. Punon si kal. Po e qitë me këto karagjëzlëshe që banë. Banë be për kokë kalamajve edhe ata që se njojnë e besojnë. E kemi aksioniste dhe themi mos amartojmë këne. A vash prok se do në ndverë zorët në shesh. Lene se do bërë. Ku do flerë sonte? Po. Jo, po ta dish se duhet na paguash dhe për hotel se në makina tona do përfundosh. Në ato orë që arim ne, aha. Sonte do ta qenë të leka, edhe prezentojmë edhe flenat. Ku? Pu, ti e mu nuk shkoj. Janë ta femrat jeme kobure. Rrër ti, senator që të shkojmë ne vajzat flenë dhe nuk do t'i besis. Po buk nuk do t'a hajkë? Mjaf masë në mazite. Hajtë nisu para se mund t'kesh nevojë dhe për kava. Erdha të këti, me dritë në sy, as në fjallë s'vola unë, se më tane ajshu. Zamba këtë bardh, qeli për ne, kjo dashuri e re. Jo se aroj, në kujtoj, uja toj dashuroj. Ky përpara i ban 2 rrugë. Nuk është punë e lehtë, apo jena mësu. Kimri këneja është i ashpër. Pas borës parë njëna mas tjetës bien tjerë. Aty nga funi prillit fillan e shkrit. Ti do ta kesh pak vështirë dimrin e parë. Shtëpit janë larg njëna tjetës edhe njërën ka. Nuk du të të trem, Sa për shoqni nuk do ta kesh keq. Ne na ke 2 herë në ditë. Ma ne ke arsimtar të çuna e gocat shkëlqyeshëm.
Le që do t'i njohësh vetë. A si fatashëm duket se mua do të më takoj Neni të të prezantoj me gjithë ta njerëz. O, kryetari i Këshillit, a do ta njohësh edhe kryetari. Bile me atë ke punë fillim. Ai ka qelësat e ambulancës. Pse mbyllur është ambulancë? Po e mbyllur është derisa të vishni. Bardhi liku në Malsi. Kur? Sot në mëngjes. Ai e dinte për ne të dy. Çfarë tha? Fol për atë çao? Pse që kujton ti vëllati? Ej, nga dalë se po në rëzon. Ku do t'jetë tani? Tani do t'ketë arritur dhe të pahat ndark. 100 tere, porosita. Sa të arrish, bëj një telegram. Arria man edhe ti, se nuk ka shku në Honolulu. Ja, ty e ke. Do të tregojnë hartë. 1 përçik larg është. Po në shtëpi nuk është. Ka nevoj për një çaj, për një fjalë të nënës. O, na mërzite. Ja, erdhi edhe kjo. E harruam fare. Kjo këtu është ku do vej. Mirë mërma. Ku ishe ma i bab? Në shkollë në provat e korrit. Të korit, Po ka që vonë? Po ja, sa më bëri rruga. Rruga. Urrit edhe kjo. Ma sjell një gotë. Pa të vacket se sonde si kur së mpijet. Prit se o sjell unë. Herë tjera mos në u bëna shumë, Jo, baba. Ma ngrije kokën mos u mërzit edhe ti. Njeri të punoj atje, kjo do në martohet këtu. Kjo që na u rrit edhe kjo. Po rritën, po ti s'do në të besosh se. Sa t'jem gjallun, për mua janë fëmijë. Më rove të rova, prisko imi është. Hajtë gëzuar. Për të mirë zotë. Iha, talë të shmadon. Vinë mes natë se kam qeve e. Iha. Hej! Qa keni, ma? Të regjidaj. Tas janë vete. Kush e di qëfar kanë kordizëm? Po pushoni më, hej! Ja erdha! Ju thashë unë që do të vite. Ole, për kokë të kalamajve sonde nuk bëjmë shaka. Të kemi sjellë prelën. Prelë mërë, pa i ka 2 javë që është larguar. Jo, mor, jo, prelën e ri. E ty mos në betet atri, të prezentojmë. Mjaftë. Lek, mes rrugës nuk e lënë dot, prandaj thirrëm ti. Ky është doktori i ri që ka ardhur në vend prelës. Na fal marr doktor. Po këta nuk e çajnë kokën. Të ngejnë mes natës e të pyesin. Të ka zënë gjumi apo jo? Pastaj ikin. E po mirë, me që erdhet, e një pjeni nga i qaj. Faleminderit të tikën. Kol, nisë për para. Hajde natë në mirë, natë në mirë. Natë në mirë. Natë në mirë, frak. Edhe dëgjoj. Porno. Ma ki kujdes djalin, se i kanë folë për gjithë që janë këtu. Po çfarë? Tani vetëm të një për fytyrë. Hajde natë në mirë, natë në mirë. Falni, unë mund të flija ku do, po. Si ku do? Hajma doktor le llafet. Ne këtu jemi gjithë një provë. Ngrej valizh. Me çfarë ke mushtë valizhe më? Kam ca libra. Libra? Libra kemi edhe ne, po ti më duket pas e sjell bibliotekën kombëtare. Jo, më jo. Dhe me thënë tërë këto janë mjekësi, a? Kam edhe letërsi. Ej! Gara marë se kemi miq. Të shka jeta në gjumë. Mirë se erdhëm, po që është kjo në mesnat? Të një solli gola me frokën. Pa ta që bën? Shkuar për narkes. Mirë mbrëmë. Mirë mbrëmë. Urdhëra ullu. Ky është doktori i ri që natën e partë e detyrës e ka lënë në kështjellën tonë. Prandaj sonde s'ka më gjumë. Si s'ka? Edhe doktori do të flesë, është i lodhur. Apo jo më doktor? Po përpara do të thaja ma. Po ulluni, mos rini në këmbë. Dy vezë dhe një djathë. Gjell operative dhe me shumë kalori. Po
Po ç'kemi doktor? A u lodhën e kësi? Jo. Po shikon, nuk është nevoja të shqetësoni këta shokët e tjerë këtej. Janë shoqe, doktor. Mos u ngathroni. Pastaj ne këtu i kemi ndarë detyrat. Më falni, po më përpara ku keni punuar? Se po kam mbaruar fakultetin. E po ky që nga aveniment. Dhe më thonë ju mroheni për herë të parë këtu. Po. Her. A më ju sinin vete. Më falni. Vera. O Vera, hajde. Veste për huara, të djathin i duan për doktorin. Më falni, po më kujtoja se këto bëni shaka. Se ky leka veç kur kujtohet dhe më të pamundurën të bën. Vez doni? Me që është gjella më operative dhe më me kalori, vez. Tani në çast. Doktor, Më falni, quhem Bardyl Kraja. lek gora kuqi. Nërsa ky miopi gjumash luan Terzia. Arsimtar prej vitesh në këtë vend të vogël, ku bie shumë dëbor dhe kalojnë shumë kamiona me trupa. Pra, doktor Bardyli, Nuk më vjen mirë kur më thon doktore. Jo se unë jam një mjek që ende s'kam bërë vizitën e parë. s'prish punë. Do të mësohesh dhe me vizitat dhe me doktor Dhekun. Pra, doktor Bardyli, Bardyl pra. edhe Bardyl, me që vini nga Tirana, mos jiftë njeri ende nga televizioni. Lek, të lutem mos e tepro. Mirë, e pyesim një herë tjetër. Në fakt ne kemi një lidhje me televizionin, prandaj. Po me që është mesi natës, nuk është koha për të pyetur. Siç duket si vjet ka mbaruar. Unë nuk e mbaj mend si këty. Pastaj këta e kam 5 vjet fakultetin. Si thua, di ndonjë gjuhë huaj? Ti si jenë vete, unë sa e pash? Po pse se pyete? Pyete ti. Hajde ngrihu. E siguri që di. Sikur dinte edhe gjermanisht, ëh? Pas inglishtes edhe frëngjishte, mësoj edhe gjermanisht. Ty të kalën mendja. Vetëm gjuhë huaj e mëson. Unë po nuk mësova edhe arabisht plaça. Ehu. Pse mi çke? Edhe gjuhët e huaja një lloj paje janë. Ka ndryshuar kohë. Hajde. Ehu. Erdhën vezet? Një minutë vera. Urdhroni. Faleminderit. Po mirë, ajo zemra artificiale për i çfarë materiali? Me sa di unë, është një material plastik që organizmi njeriu të pranon. Luan, s'ka si thuhet më për shembull. Ndjej në zemër dashurinë që kam për ty. E kam fjalën për ato me zemër plastike. Më duket se s'u ngope. Të të bëj edhe 2 vezë? Jo, faleminderit. O Vera, të pimë dhe një çaj e të flem një pesor. Vera, me shumë sheqer, e? Si vetë ka ardhur Vera këtu. Po na është gjendur. E do për të gatuar? E do për të na qepur? Ja për shembull, ti miopit gjumash, ju grisen pantallonat një herë në një vend. Nga një gosht. Ja mori Vera, ja qepi fet e fet, sa s'merret vesh fare guaqën e grisura. Vera, çajin! Çfarë ke kështu Martin? Kam djalin e smur, 20 për jethëve. Kur thesh me drum, po të pres që të zbresim qytet. E kam smur shumë, e kam keq po shasilla dhe tash 3 herë nga ngllapi. Hipni shpejt. Po ti më ngarku. Hip mor bursa që nge me fat, po them, po hipni shpejt. Po ti lënë fatin e mos më lojna më burr. Hip. Hajde pra. O frok, ky Martini Lekajve ka djalin keq. Po ktheheme po e çoj deri në qendër. Mirë thonë, uj kundër bere. Kur e keme të vërtet nuk të besojnë. O lek! O lek! E, mos e te proni tani se s'ka lezet! Ka lezet, ka! Po zgjoja të doktorin se për pun ka ardhur. Nuk ka ardhur që të flej. Çfarë keme të more? Apo do fillosh të tallesh me doktorin tani se s'mjaftojmë ne? Qoje se kam sjell një fëmijë të smurrend. Është i Martinit e Lekajve nga lagja e përtejme. Mirë, ejani! Hajde.
O, doktor. Bardyl. Doktor Bardyli. Qo. Qo, se ka nevoj për ty. Për mua? Kanë sjell një të së mua. Mirë mbrëma ju. Lek një batanie. Çfarë ka? Ethe, Qikur? 3 herë ka rang t'llapi. Çfarë i keni dhënë? Pak aspirin e kamamil. Lek, të lutem një les lagu t'i bëjmë kompres. Mirë. Doktor. Aman, doktor, në dorë tane. I duhet ullur temperatura me njerë. Vera termometrin. Ku është qendra shëndetësore? Ja këtu afër. Përqesat i ka kryetari i këshillit. Ta shpërthejmë. Ka drejt. Nuk shko te kryetari përqesa se ka shtëpinë 2 orë lart që këtej. Atëre ta shpërthejmë. Mirë këtë qëndje. Termometri. Luan, o Luan, ngreu. Ngreu se do shpërthejmë qendrën shëndetësore. Çfarë do shpërthejmë? Do të shpërthejmë qendrën shëndetësore? Është rëndë? Ta shpërthejmë që ç'ke me të. Vetëm se do të mbajmë edhe një proces verbal. I pas kam sesat. Të lutem vendosi termometrin dhe ndroj kompresat. Vaj dritën pak me lashtë. Aty. Pse nuk do ta shkallmojmë? Je interesiti? Po ne nuk kemi ndonjë natë me qendra shëndetësore. Jo, po... Është shpirti qendrën. Sonte do të ishte një kronist nga televizioni. Ritani, ne kemi hall tjetër kurse ti... Ha të lutem shpejt. Ore Kol, po qenë ke specialisti? Ta mbush mendjen dy Luana? Më fort, më fort. Edhe pak. Ua. Çfarë ka fëmia, doktor? Dyshoj për një meningit akut. E kanë sjellë shumë vonë. Ka rrezik? Me pak sa t'i Dale, 1 minutë. Po proces verbali. Apo e bëjmë nesër mëngjes. Mirë, shkoni ju, unë por i këtu. Na fal more, doktor. Bardyl. Po për i hallit ju shqetësuam. Je në Terezi, po kjo e ka për detyrë. Ne po, ne të na thuash faleminderit. Mos ja vëre ati. E njoh mirë, more, njoh drejtsin. Edhe drejt më the, a? Kam faju unë që të mora. Mirë thon, bëj mirë të gjesh keq. Edhe drejt më tha. Tani detyra jote mbaroi. Nisu se presim. Mire ke duhet të ngarkoj shpejt se më presin Mira, Moza dhe Beni ke shtëpia. Hajt natën e mirë. Natën e mirë. Po natën e mirë, ditën e mirë se zbardh. Ban lojnë atë drejtsi. Var është djalë që zvritet për zjak. Ande me gjakun ju? Jo, more, po kam e fjala. Kur keni mbaruar? Si vjet? Çfarë gjuhë tuaj dini? Latinisht. Lek, frumare.
Doktor, ti e bën tonë. Faleminderit. Nicolas. Mirëmjes, kryetar. Mirëmjes, Gjek. E pas ke I hallë duket. Mos kam prej në I berë? Ja. Apo mos ka prej kush drum pyll pa leje? Po ti fol më do të afshin kratë. Kanë thyë qenën shëndetësore. Ha? Lajmërim të fuqishme në zonës. Prit. E kanë thyë arsimtartë. Arsimtartë? Kur dola heret pa u zbardh, Luani, ai mësuesi me syze po rrinte aty. Qëndronte, hynte, dilte. Tash është një tjetër që unë nuk e njoh. Po rregullon derën. Mirë. Dil. Urdhna. Çfarë kanë? Rri, ma ti don me ditë gjitha. Rri. Kryetar. Rri bërë Gjek. Kryetari, merre. Hajde shpejt Gjek, se s'pret. Po, erdha. Kush je ti, mëre? Po ti kush je? Unë jam kryetari I këshillit. Kryetari. Urdhroni. Jo, prit pak. Kush e ka qarë derë? Unë. Po hajde hyni brenda. Po kush je ti, më shak? Bardhyl Kraja. Mjeku që jam emëruar këtu. E pas ke fillu punën tu e qarë dyrt. Ishte puna se... Ishte puna dhe këtu ka pushtet si prekajeti. Prej Tirane. E pra edhe këtu ka pushtet si në Tiranë. Ka rregulla, nuk lam me qartë dyrt ambulance kujdo qoftë. Nuk lamna? Priti Gjek, e mbarove detyrën. Po isësh. Jo, këtë punë do t'ja përcjellin të fuqishmit zonës. E policia ma ne e di veç ka banë. Më falni, po këtu nuk hyn fare policia. Sy mërë ka policia. Po ku qartet klubi Dyqani po shtëpia Vilani, pse hyn policia? Ka policia thonë. Falni, po... Nuk të fal fare. E po duhet më dëgjoni pra. Hu. Po kujti bërtet është ti. A e di se kush jam unë ve? Po ju s'po m'lini shpjegohem. Ja, mos s'po t'lem shpjegohesh. Hajde pra fol. S'po t'lem shpjegohesh. Unë erdha mbrëm vonë. Po, dhe s'kishe ku të vlej. Unë erdha mbrëm vonë dhe arsimtarët më strehuan. Sa po ram të flem erdhi një urgjencë. Një fëmijë se mu rënd. Unë nuk kisha mjetë dhe patjetër që duhesh për tyrë dera. Po pse s'erdhe tek unë? Po më thanë se kishte shpinë shumë lart prej këtu. Edhe për tonin të vini. Dhe fëmija nuk priste, ishte keq. Shpëtoi fëmija? Jo. He? Sollën shumë vonë. Sa vjeç je? 24. Vjeri. Po mirë, këtë punë për mjëlli me kaq. Merë dhe qecët. Inventar nuk ke nevojë të bash se prejle ka qenë I rregullt. Ka pas mik. Edhe bash do miqësohemi. Po më pëlqen se qenë ke burr. Po që pati fëmija? Dyshoj për një meningit akut. Këto ditë do të qoj grunë. Shikoj një herë, nështë ka nevoj për në I pushim. Hajdit e mirë, punë të marë. Ha, po pate nevoj për mu më kërkon klub. Po së më gjeta aty pytet dilën banakire. Hajdit e mirë.
Urdhër, Xhaxho. Nisa gjaj mërë birë. Haj. Nga se Anton? Falë se ka arë një doktor i ri. Dhe... Ku të dhëm? Që, një këto. Kaj, është i kamërës, doktor. Si me thërë me thik. Ty nuk të dhëm. Vërtet e ke pas tyre shumë ko për para. 20-25 vjetë. Pa ma sot nuk të dhëm. Kur të prishet modi, ndoshta. Pa, shanjata, rrezit jilët, ta më një ashtu si fa e ti. Po unë deshta me ba lojna. Kur ja kam ba prelës, 500 lek bada më kalan, po unë nuk i mora. Po ti qenë ke kokra doktorit të mori bjetë ti kjo shme jetë për vete, për ne, e printe tu. Lumë kusht ka mor bjetë. Mirë pafshë, faleminderit shumë. Kjo është doktor, e ashtë të mëna, që kjo 500 bada. Arë doktor, Mos u mërzit. Gjithë shka do të regulohet. Ngri kokën? Ku e ke mëndje? Mos mendon për atë vagabondi që të eksponoj? Ekspozoj. Ekspozoj, të përfoli. Shiko se s'do ta kemi mirë bashk. Mirë. E dion. A i ta ka thyrë zemën. A i maskara. Nuk është maskara. Edhe guxone e mbron. A i shvagabond. Të premtoj që do të marrë dhe të la. Për të lënë e la mune dhe ti. A i ka lapur për ty. Nuk ka thënë asë një fjallë. Ku e di ti? E di se e njo. Ti nuk di asgjë. Më tha Sofike Mihalit sot në mëngjes të qumshi. Ka lapur sa i ka dashur qefi. Liza kështu e, Liza ashtu e, unë me Lizën. Nëjse. Më thanë edhe diçka tjetër. Çfarë? A i se ç'pas ka në biografi. Liza, dëgjo mamin. Ta dua të keqen unë? Ha më i fol. Jo. Dëgjo mamin ti, Liza. Hiqe mendjen nga ai torollak. S'ta duhen gjatone. Ne jemi në rregull. Të gjen mami një djalë ty me gjithë të mira. Po ky Nuredini ç'u bë? O Nuredin. Urdhëro. Çfarë po bën më? Jo, kot. Ja rregulloj unë ati maskarajt. Na mori vajzën në qafë, na solli gjithë këto shqetësime. Do t'ja rregulloj unë, mos ta silli më kokën këtu.
More jeni Terezia po si. Kemi kaq ditë që sa kemi parë bojën. Mbete fshat në fshat, shtëpi në shtëpi. Pastaj vjen e mbyllesh këtu. Po ja. Hajde mo lëviz. E mirë, po vi. Mirë, hajde. Se s'dua t'ju bezdisas juve. Oh. Po kjo më? S'dash këtë na bezdisesh, ha? Ndoqët një koncert me këngë popullore. Dhe tani në vazhdim të programit ton, ju ftojmë të ndiqni dokumentarin shkencor Dritat e gjalla. Mirëmbrëma. Si e, mirë. Po çubero doktor se na thave syt. E po ka frikë se bëhet i bezdisur prandaj. Urdhra ulu. Merr një të ngrohtë tani haj. Ai gjin kryebardhi është një plak zevzek që se ka shoh. Tani bën be vetëm për kokën tënde. Se vërtet para shumë vitesh e kish pyer kemën dhe ti ja gjete. Doktor si ai nuk ka thot. Vera, çajin se këta dy do t'i ikin. Po, vera shpesë na presin dhe kalamajtën e. Mo Luani ku është? Nuk po e shoh. Luani ka vajtur tek e fejuara. Tek e fejuara. Doktor do t'ja themi se e kemi tonin. Mirë mama. Pastaj nuk i dihet. Mund do të na ndihmoj. Ky nga Tirana është. Një të njohur ka në televizion dhe e bëjmë shkesë. Hajde ku i keni gotat? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Luan ku i keni gotat çaj? Çaj. Të dori sonde. Mos mërzit. Nëse me del pa tjetër. More, Bardyl. Luan, t'ja themi Bardyl se e kemi tonin. Amër ti veç të thallet. More qor se na mërzite, po be ore burgjer. Hajde me mua nesër në makinë, po të çova drejt në televizion plaça. Televizion? Po më në televizion. Në djallit të vej patentat. Ta mban. Nesër në ora 7 në mëngjes jemi të dy në dera televizionat. Jo, faleminderit. Qovo frok t'ikim se na zuri me zinatës këtu. Edhe ti orë bure mbyllë e gojnë se fole e fjallë si kur të kishë nga gomari bukën. Ja, se fleti me fol, ja. A natën e mirë që. Natën e mirë. Luan, ta mbaj golin. Hëte, nesër në orën 7 jeshtë e këtera televizionit, mora. Më lëre tani Luani. Keni gjetur këtë dhe nga smonë. Ama edhe ti Luane ke fajnë vetë. Nuk të marrë vesh një. Shtë ka shkribur ma të spikera në televizionit? Pa janë shumë simpatike, prandaj. Uaj, pastaj? A di gjutë huaj ajo? A do të mësoj gjermanisht, arabisht? O, doktor, edhe ne jemi në haltë ma. Këti Luani ti ka shkrepur në kokë. O, atë spikere në televizionit o s'ka? Pse more ne këtu në majtë malit, kush do na marrë? Plas, unë të mësoj gjutë huaj, plas, po që do, thua. Ja, mos e shiq. Unë për vete kam problem të madhë. Edhe nuk më vjen turp që ta them, se po na kalon edhe mosha tani. Po si më po të kalon mosha ty? Ua, kë. Po ti ma pse plase për spikeren e televizionit? Qofte, ti e i fandaksu. Zatem miop, nuk shikon që ke rreth e rotu. Po ku e njefti atë, mo? Ku e njef? Po pse moj, me ty do të martohem mu? Po pse mo që të kej që ka mo? Po shtë kej që ka kja morë? Vërtej, doktor, që të kej që ka mo? Apo nuk shkojmë edhe si qi. Shiko, unë do të mendoj për ty, do të mësoj edhe gjermanisht. E di si i thonë televizori gjermanisht? Jo. Fernseher. Fernseher. Ore, po ti te unë do përfundosh, se nuk ka asnjë kuptim që të më lësh beqare, apo jo? Po? Ditë mirë. Hyni! Ditë me mirë. Urdon. Do vizitoni? Po. Po ju. Ja. Unë... Si jo? Do vizitoni apo jo? Nga se ankoni? Po, unë... Dili për jashtë. Kush? Unë? Po sigurisht ju. Në qofë se nuk keni nevojë të vizitoni, ju lutem dilni për jashtë. Po mua kryetari më thatë... Doktor, e dini si është puna? Të lutem dil për jashtë. Po unë... Zhishu.
Nga se ankoni? Akoma nuk jeni zhveshur? Jeni e smur apo jo? Kam nevojë për një 3 ditë pushim. Po pushimi jepet kur je smur. Ti je apo si je smur? Po falni, po nuk mundem. Po doktor Prejla sa herë më ka dhënë. Mua buri më tha të vjet vizitohem. Se ai ka bizeduar. Po ju nuk ankoni nga ndonjë smundje. Kaze, eja. Pasha besën a I gjetë bari. E pra, matë shkatë se ky s'kam pa. Me siguria ka marrë të livat e kumllave. E s'pona duhet se ku e gjetë. Dhe në tona I regulloj për dimën. Olen kanë edhe tjerë bre burr. Dhe ta gjenë dhe ata bari. Pa kritarja mori se? O, gjithë e cili me ndonë për shpit vetë. Ty Joni është artist. Me bojnë, Ku janë djeta? Dalë për hunë që e gjimbani. Mut ma baj ashtu. Mora vesh se biografinë e ka krejt zes. Ka njërës të mirë që në animojnë si pushtet. A marrë një letër pa emër për te. Janë numëron gjitha. Këtu po, dëmel. Vizita nuk ban. Biografinë e ka për si që thash. Thyë nderën I qendër shëndetësore. Djali I Martinit I vdes në dorën e ti. Një diskretim gazet, ma ne I shojmë se si sillet. Si pull. Mbyllë e gojnë, më zbërtit. O, kryetar, po fut kënë vorëm sot një, mos e mos shumë, ruju se të pelset në dorë. Si shumë e këtë shu gjuhën a gjithë kërë e bardhi. Vajzë me ta sa I kam aty në dhenve se si e në regull asve plan e qumshit aset mishit. Kryetar shilë vi baj pun tuja. Po dhe nga klubit një sletrën, aty të pres. Mirë. Kote gërgave. Ka nevoj se I ka kësi kalit keq këto kote fundit. As një fjallë s'fola zemra tana I shumë. Mirë, mos fol. Ne arrim nga ora 10. Unë do të lena mes të rrugës e ti do dridhesh gjithë natën nga të ftotit. Do të rokasën në një shpi. A do mi që I zoti shpis. Te kryetari këshillit për shumë. Aty ku do të zbres unë s'ka as një shtëpi. Kryetari e ka 2 saat lartë. E ke mik? Jo, nuk e njo. Po kënje ti, Gjanëm. More, mos je I Ministrisë Arsimit dhe ka ardhur për kontrol. Aha, e ke kot. Arsimtarët janë të shkëlqyer. Artistat e gjithë, për kokë të beni. Sa fëmike? 3. Në fakt janë beqar, po ta them në konfidencë. Kur të martohem, do bëj 3 fëmijë. Benin, Mirën dhe Mozën. Si e me planin? Për kokë të kalamajve ti je ministrisë tonë. Po shtë duhet more djalë të vish deri këtu. Shko te drejtori. Pyete dhe ai të thotë shofer më të mirë se unë s'ka. Asnjë fjalë s'fola unë, zemra tana ai shumë. Zambak të bardh, qeli për ne, kjo dashuri e re. Bardhyl! Eja se të kam sjell një mik. Oleg! Flini se sonde ja lash Bardhylit. Bardhyl, mere këtë shokun sonde se s'ka ku të flerë. Nga ministria është se duket nga fytyra, po sej këtë ministria se mora do të vesh. Hajtë natën e mirë. Natën e mirë. E, Bardhyl, i kesh ministrinë, e? Po, hajtë natën e mirë. Natën e mirë. Mirë mbrëma, mirë se erdhën. Hajde po kujdes se ka ca gropa që në errësirë nuk duken. Urdhroni. Zhvishuni se këtu bën më ngrohtë.
Besoj se edhe darkë nuk e një ngrënë, Jo, mos u shqetësoni, nuk ka nevojë. Vezë skuqur dhe pak djathë. Ja gëzuar. Gëzuar. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Shoh pak çuditur. Jo. Jo se kështu më pritën fillim edhe mua kur erdha. Shoferët, arsimtarët. Po unë jam poet edhe. Poet? Po. Lirin Fusha nëse mund ta kesh dëgjuar. Jen vete? Po. Po unë ju kam lexuar. O? Po si? Po. Ja ku ju kam. Jo keni poezit. Çka? Megjithatë ka ardhur koha që poezia të bëjë më shumë për jetën tonë. Po këtë kohë që jetojmë, pa mediokritete. Pastaj unë të them drejtën, nuk jam kritik, po kur lexoj Dritorin, Ismailin, Fatosin, mbushe. Ju besoj e keni vëllimin e parë këtë. Po i parë është. Po. Po ju keni kohë këtu? Punë muajsh. Keni punë, keni? Po deshet punosh, punë ka kur do erë. Se përveç anës ambulatore, mjekut i duhet të shkoj shtëpi më shtëpi. Kontrolloj gjendjen e fëmijëve 1 vjeç, higjienën, profilaksin, sëmundjet infektive. Po rasteve të rënda, si e bëni? Si rregull i dërgojmë në qytet. Kjo këtu është vetëm një qendër shëndetësore. Me shokët e pushtetit, mirë shkoni, unë ndihmojnë do pak? Çka? Sa po kam mbaruar kontrollin në lagjen e qendrës. Këto ditë do të filloj edhe në lagjen e përtejme. Pastaj edhe si mjek jam i ri, pa përvojë. Gëzuar. Gëzuar. Punë të bukur keni? Vërtet e bukur është puna e mjekut. Sidomos kur sheh rezultatin. Është kënaqësi kur ke mundësi dhe forcë ti lehtësosh dhimbjet tjetrit. Apo jo? E njëjta gjë ndodh edhe me poezinë. Mua do më falësh se sikur e ndodhëm. Ja ku ke krevatin. Është një urgjencë lindje, po është në lagjen e përtejme. Ti fli. Ja edhe çelsat. Kur t'ikësh, milet tek arsimtarët. Shkollën e ke këtu afër. Natë mirë. 1 minutë. A mund të vjedhe unë me ju? Është natë. Shtëpia është 1 orë e gjysmë larg. Pastaj gjithë ky ftohtë. Mirë. Si të duash, poet. Hajde, shpe. Au lodhët burra. Jo, ec. Po të pushoj era fillon bora. Ja dhe pak dhe arritëm. Erdhi. Mirë mbrëma. Mirë si u bjen mbrëmja. Mirë mbrëma. Ku është? Knej. Erdhi, emër. Hajde, urno ullurni. A ullos? Nga pak. Ku po shkon mëne? Hej, si janë këta të sodmit, veç mas grash. Ashtë i ndirë, nuk ka faj. 3 vjetë martu e pa fmi, po unë e prallë ti ta maj me gajret. Këto gratë thonë se ka punën keq. Ndorë doktorit, s'ka më ndorë të zotit. Thonë sa është doktori mirë. I ri po i zoti, ja kishte gjetë gjinë kryu bardhit që e kishte thy kamen para 20 vjeç. Luni moj, a jeni kundë? Nëroni e mikut.
Ashtu. Për të mirë, e mirë se na keni ardhur. Mirë se ju gjeta dhe me një djalë. Klum të goja. Edhe vajzat janë boll të mira, po ne malcorve na ka shefi me pas shumë djetë. Vajz. Edhe nusja është mirë. Hajde, mos e përtrill sigrat, se na kurite për amikut. Më na i thot, kështu janë malsort. Edhe vajzat boll të mira janë. O bab, po edhe malsorët janë njerëz si të gjithë, nuk janë gur. Hej, bela, hej, pashaj këtë zjarëm ka në rudër njaja. Edhe na mori kena dash gratë e fmit, për nuk e kena dhanë vedin. Ta të sotmit nuk kanë marre mo. Hajde, doktor, hajde. Hajde, ullu. Hajde, doktor. Ullu. Allah buka që janë e të pasi gjithë katoni, se na i pështove nuse me gjithë fmi. Luni mëj, a jeni kum, nëroni doktorin. Ka një zbura. Me kam të marë. Kur do shkoni në shtëpi? Kam qef për vitëri. Do të shkoj me arsimtarët. Po ju? Po gjeta makinë mund të nisem edhe sot. Po thuaj mbarova punë. Ç'punë? Ju që mbrëm jeni me mua. Keni ndonjë njeri që nuk ju do? Se besoj. Po kuj dihet? A keni një vlla ju? Vlla. Unë s'kam vlla. Vërtet? Qartë. Po derën e qendrës shëndetësore, pse shpërthyet? Aha. Unë erdha për një verifikim. Sepse është për një letër për ju. Më saktë 2. Njëra nga Tirana. Në qoftë se këtu vërtet do t'ish një mjek që si dhe si vagabond, unë do të bëja një artikull që do të nxirra te lashe. Po ne kemi kaq orë bashkë. Dhe unë e pash me sytë e mi se sa bën ti për këta njerëz. Po i vetëm detyrë. Ne, po ka disa mënyra për të kryer detyrë. Ti di kë ke shkelur në kallë. Ndoshta kryetarën e këshillit nuk i dhash raport shoqës. Po vetëm për kaq. Edhe për kaq. Sepse ai mund të jetë mësuar që të mos e prish njëri. Po nejse. Rëndësi ka që ti e njëri i ndershëm. Dhe i ndërgjegjshëm. Që tu hapa, bëra një gabim profesional. Po njerëzit nga njerë njën edhe për disa qaste. Ti nuk e dije që unë ishe gazetar. Dhe që kisha ardhur pikërisht për te. Gjithë këtë histori do të zgjidhëm. Kam për detyrë. Ti nuk do shqetësohesh, jam i bindur. Do të bisedoj me shokët e partisë. Gjithë secili do të marrë atë që i takon. Ka filluar bora. Sa bukur, Bardhyl. Pije shumë? Ti duhet vish patjetër për vitri. Ai do të vi. I thash mamit, mami i tha babit e babi tha le të vi ta shohim. Po ti do të vish apo jo? Yli. Të uroj jetë të lumtur. Të presim. Të presim të gjithë. Edhe ai. Mirardhsh. He, doktor, po të shumë gëzushëm sot. Motra, lejohet.
Hajde të shikot! Edhe në nasën tënde! Duku sa dhe nga shpije me të festojmë! Raki, nje, të pres! Hajtë mirash! E po ta çojmë te doktori. Të thash jo edhe jo. Ka një orë që pështillet e s'mund ta lam kështu. Shubane Mërgjek, a di gja ka zbrit froka për nëjë tjetër? Heret para dite ka kalu Murati. As froku as në tjetër nuk kanë kalu. Din gjade, cili të vijin ale. E tu të marrim djani ta zbresim qytet e ta çojmë doktor. Hajde para lëviz din gjade thash. Nuk qatë qafa e lisin, po ti që ke dalë këtu? Si more mbetet, po kryetari ka djalin smur. Jo, por kështu s'ka pa makinë në herë. Dojnë da i mru traktorët. Dhe më thënë makina s'ka. Ka makinë, po ka doktor. Kanë met të qafa e lisit. Erdhe në kam. Makinat i kanë lënë atje. Bane gati. O ky quba. O gjek. Do ta çojë te ky doktori këtu. Nuk mund ta la kështu. Haj shpejt. Dura. Blu. Hajde, se arrit. Hadi, këjdoj. Kujdes. Hape dhe. Kur i kanë filluar dhimbjet? Ka një 2 orë. Çfarë ke ngrënë? Mish me lagër. Ke vjedh? Po. Po dhimbjet filluan me njëherë apo gradualisht? Desha me dalë jashtë. Dhe më duk sigur diçka më kupot në park. A dole? Jo. Ishte?
Nuk ta kam pru me u talë, po për halë djalin. A dalim pak bashkë? Ore, doktora, çdo reqeni e ti. Ku do në mëna qitë me këtë borë që bie me këtë halë që kam? Në pa që me i bëha gjë djalit banja. E sa me u talë me mu, nuk jam bëha, la. Dal. Hamër djali. Shkojnë post. Pa si është puna, çka ndodh? Ka që rëndë është? Unë s'kam çfarë t'i bëjmë. Duhet bërë një operacion dhe sa më shpejt aq më mirë. Janë ngatruar zorrët. Alo. Të lutem lidh me spitalin e qytetit. Ama ndranë, pash idealin shpejt. Alo? Alo, spitali? Na foli këtu doktori tonë. Alo? Jam Bardul Kraja. Po. Kam një rast urgjent me Ileus. Ju lutem dërgoni autoambulancën. Faleminderit. Bëjnis. Faleminderit. O gjik, po kush ka dënue me dalë me na e këtu bre? Gjin kryebardhi se nuk është ditë për ty sot. Kush? Kryetari. Që ke dalë për kryetari, këta e marrë vesh për çfarë i ka ndodhur? Ka djalin smur e ne po presim autoambulancën. Ambulancë sot nuk ka me këtë bore, me këtë erë që i ka mbyll të gjitha shtigjet. As nesër. Për mas tesë shohim me banjë. Ek het dres se veç për sherrje. Shka shika kamendi. Ka thënë doktor Bardhyli, se vetëm kur të prishet, koha ka me të bujmë. Hej! O gjek! I thuj doktorit se makina është kthyer në rrugë e s'mund vi prej borës. Alo? Ministria? Po! Kam një rast urgjent me Ileus. Po! Po ambulanca s'u fut dot se ka rënë shumë borë. Ju lutem na dërgoni një helikopter. Po se gjendja e Sëmurit është e rëndë. Helikopter? Rëndë. Nuk e fshet dot. Ato që kisha mundësi t'i bëj unë i bërë. E pash. Tani duhet kishe ardhur. Po pra. Me këtë ko, vështi. Rasti mirë për të shkuar në Tiranë për vitri. Tani jo kol tani. Kaloj.
Si do t'ja bëjmë? O, doktor! Të kërkojnë telefon. Alo! Kush jeni? Ministria e Shëndetësisë. Si quheni? Po. Kur keni mbaruar? Po. Tani dëgjoj doktor Bardhyli. Helikopteri nuk u fut dot për arsye të mjergullës dhe të furtunës. Operacionin do ta bëni ju. E di gjendjen e mjeteve dhe e marr mendon se as specializim nuk keni. Alo Bardhyl. Po. Pa guxime dhe unë jam i bindur se do t'ja dilni mban. Tani fillo. Do të lidhem prapë për të marrë informacion. Lek, duhet lajmëruar doktor Zepi. E di që është larg, por duhet bërë ç'është e mundur. Të lajmërohet edhe Elena, mamia. Po sa më shpejt. Dëgjoj, do shkosh më prapë. Edhe unë profesori ti në ato kushte do të kishe gati të pamundur. Bardhyli ka talent veçantë për kirurg, por ai nuk ka bërë ndonjë operacion vetë, por ka asistuar. Megjithatë unë kam besim tek ai djalë. Në rast se do... Sigurisht, sigurisht. Mos u shqetësoni. Do t'ju njoftoj unë. Unë nuk jam kirurg. Megjithatë duhet ta operoj. Kam asmjetet e nevojshme për një operacion. Nuk kam as ndihmës. Dërgova thrasin doktor Zepin dhe Irenën mamin. Sa shkojnë të vinë janë larg. Megjithatë duhet ta operoj. Nuk mund ta lem në atë gjendje. Nuk mund të justifikohem edhe pse thash se mungojnë gjithë këto mjete që të numërova. Jam mjek. Edhe duhet të luftoj me vdekjen në çdo rrethan. Pa fol dhe më thua një fjalë. Ti je jati. Bëj si tjetë, mami. Fatos, ai e burr. Ai e dakord që të bëjmë operacion. Që të dalim faqe bardhë duhet të ndihmosh. Doktor. Doktor, po nuk kam mëdhimje. Të betoj. Po ja nuk ndi asgjë. Kështu ndodh gjithmonë para se të hysh në sallë. Pra do ndihmosh? Po nuk ka nevojë, doktor. Po s'kam mëdhimje. Fatos, ti duhet të operosh patjetër. Për ndryshe. Tani rriqet. Unë nuk do vënohem. Më falni dhe ju.
Të katër më duheni, pa ju nuk e bëj dot. Ju do ndihmoni në operacion. Vera ja ku janë garzat. Duhet sa maska sterile për çdo njeri. Ke edhe hekur aty. Futi drejt sobës ti. Si? Ardhin. Po, profesor. Ki i parasysh këto që thash. Alo, alo profesor, mos u largo se do të vi direkt me bardhyli. Fik soba. Alo, alo, Tani rriqet. alo. Erdhi Irena, mamia. Numër 2, Alo, 3, alo, 4, 5, alo. 6, 7, 9, 10. Dritë. Pulsi. 90. Alo? Ha? E hapi? Çfarë ka? Një pjesë e zorëve të holla janë shumë të fryra. Kanë edhe ngjyrë vishnje. Alo, një pjesë e zorëve të holla janë shumë të fryra, kanë edhe ngjyrë vishnje. Ka torsion? Përdredhje? Ka përdredhje? Po, ka. Po, ka. Mirë. Atëherë dëgjoj këtu. Erdi. Hajde, doktor Zepi. Hap një rrugën. Hajde. Hajde, doktor. E po hajde një shkojmë klub se ngrim këtu për jashtë. Mirë thot kjo, hajde një. Hajde një shkojmë. E humëm gjithë, hajde. A vazhdim, më të shkis. Hajde. Alo? Alo? A ka ndryshime irreversibël? Të pakthyeshme? A ka ndryshime të pakthyeshme? Jo. Jo, profesor. Zora mori plotësisht ngjyrën. Ka pulsacione normale dhe peristaltik. Alo, profesor. Zora mori plotësisht ngjyrën. Ka pulsacione normale dhe peristaltik. Mirë. Atëherë filloj mbyllë. Drejt. Mbulojeni me një batanie. Po. Alo. Profesor. Po presi da narkoza. Faleminderit. Faleminderit ty, Bardhyl. Mirupafshim. Mbaroj. Mbaroj me sukses.
Se qenë me fatë mërë djali kryetarit. Bardhyl. Ti e ero. A lerë njërë të marrin veten. Mos na mbaj konferencën. Po ky është ero mërlek. Pse si di erojnë ti? Mos kujton se kanë brirë? Mos u bëj bezitur tani. Po shkoj të lajmëroj njerëzit. Prit. Hajde lek, shko ti. Edhe u thuaj se çdo gjë deri tani shkoj shumë mirë. Po presim t'i dal narkoza. Të lumë, doktor. Ke bërë me të vërtet një punë shumë të bukur. Hyrë. Urdhro. Do shta ke nevoj të shlodhesh, po unë s'mund rri pa t'i thanë dy fjallë. Urdhro, ullu. Nuk du kave se kam pi shumë këtë natë. Po nuk kanë çfarë të nxjerr. Eja, u lutem. Kjo ka qenë nata ma e gjatë e jetës sime. Ma e gjatë. Kam ka që vjetë kryetar këshilli. U desh kjo natë. U desh e ti. Në fundet një çunak. Kam shkru një letër për ty në gazetë. Dërë mësot nuk ka arë në i gazetar. Sot e pres në ryshe. Gazetari erdhi. Ha? E pra, e kam sjell unë. E kam sjell për ty. A më kupton? Ti them këto fjalë, jo se më shpëtove djalin. Edhe për këtë, nuk di shtem. Prandaj më thanë se do të vi sekretari i komitetit të partisë. Shqipe sabi. Unë jam vllai dëshmorit. Ja di që derdhi gjakun për këtë pushtet. Dhe unë ndoshta pa dashi kam përfitu më tepër nga ç'duhet. Pa dashi. Ma dal, pa e kuptu. Prandaj të them, faleminderit sër djalë. Edhe s'më vjen as pak tur për te. Faleminderit shumë. Kryetar. Hiq mu mëresysh. Hiq mu të thash. Nuk jam më kryetar. Vajza, jemi të lumë të rame. Po, një minut. Erdhi. Alo? Kush jeni? Sonte më fejojnë me njëri që nuk e dua. Nuk e di. Po nuk mund të rria dot pa ta thënë. Ndofta bëra gabim. Nuk pres të më falësh. Bilas që ta kërkoj këtë gjë. Ka menduar të rjetën me mend të mamit. Kështu do të shkoj puna ime. Po nuk mund të rria dot pa ta thënë ty. Mos më merr për keq të telefonat për dhyl. Do të kujtoj gjithmonë për mirë. Më falë për dhyl. Alo. Liza.
Liza. Përpiqu. Njeriu gjen forca në vete. Me pak mundim. Liza. Jeta është e gjatë. Lam të mirë Bardhyl. Dhe të më falësh. E fejuara? Jo. A shtëpi e Bardhyl Krajs? Po, këtu është. Berberi. Hajde, urdhroni! Profesori. Mirëmbrëma, profesor. Shoqja sa ta gjeta shtëpinë. E mbajta fjalën. Si burrë. Nata e viti të ri, por e di që Po sa shpevoja mor borba. Hajde, bujru. Urdhro. Jo, ne po prisnim Bardhylin se kemi fejuar gocën. U pa kjo punë. Urime. Faleminderit. Po pas keni shumë gëzime sonde. Jo fejesën, vitin e ri. Bardhylin mos e prisni. Pse? Ka rënë shumë të borë dhe janë zënë gjitha rrugët. Dhe Bardhyli ka bërë një heroizëm. Çfarë? Ka bërë një operacion që edhe unë do ta kisha shumë të vështirë ta bënja në ato kushte. Atë punë, Gaj. Pastaj të ratë shkollë, përse e ka bërë? Pa e kam thënën, me brisk. Nuk na dohet nga dora brisku ne. Bisturi, baba. Edhe rova brisku i familje sonë është. Gëzuar, profesor. Mirë se na erdhe. Gëzuar. Gëzuar, mirë se na erdhe. Gjithë mirë se na erdhe. Lëvizim ose për hapet goja? Gëzuar. Gëzuar. Bëm gabim që se morëm televiziorin e klubit. Se me siguri sonde do t'jetë ajo sfigë. Kokë të kalamajve sonde që nga i natë shumë e gjatë. Po ne do t'a shkurtojmë. Pro gëzuar. Ne po shkurtojmë vite jo me një natë. Gëzuar gjithë. Gëzuar. Fatos. Sonte kam të drejtë edhe unë të frej pak, ha? Shko, Shko. Shko, doktor, shko. Gëzuar vitin e ri. Gëzuar, doktor. Nuk vëno. Hajde, mund, hajde. Hajde, ullë këtu. Sile këtu. Hajde, se fete në të daj. Të minutë. Johan. Hajde. Jo, një. Përdoni të. E babi. Godi, godi. Çfarë ke, doktor? Nuk është mirë, Fatosi? Mos je gjithësmur. Më ç'keni ju? Se unë nuk kam të drejtë aty. Kemi vera, ke. Pa më luan, merr pak shembull, bëhu i guximshëm dhe ti. O mjo, po harojmë speakerën e televizionit. Ta shohim dhe këtë problem. Haj, gëzuar gjithë. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar vere. Gëzuar. Opa, doktor. E qoni. Një dashuri e do në jetë, e në gëzim, e vështirësi, kërkon gjithmonë që pranë ta ke.